kanë me dalë prej xhehenamit krejt ata që thëjnë la ilaha illallah, kanë me dalë, s'kanë me konë xhehenam. Se shejtani është barikat në këtë rrugë, shejtani mundohet me ta nalë. Ato në kemi dushman tradicional prej babës tonë, Ademit alayhi salatu wassalam, e deri në ditën e fundit, ditën e kiametit. Prandaj, me pas kujdes, me pas shumë kujdes, që mos më ranë gracka në mashtrimet të shejtanit, sepse shejtani ka me na luftua deri në fund të fjala la ilaha illallah, mos tjetë fjala e fundit. Koft për neve fjala e fundit la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, fjalë me të cilën bëjmë sa bëjmë gjunahe, kjo fjalë ka me i peshue kushtimisht mas me i bon Allahut Gjelle Gjelaluhu shirk, ortak në adhurim. Allah i na pështoft prej shirkut madh edhe prej shirkut vogël, ndërsa prej gabimeve s'kemi ku ikim. Vllazërit e mi musliman, mos harroni se xheneti është sendi mirë, sendi pastër. Allahu Gjelle Gjelaluhu na boft prej xhennet live. E Allahu Gjelle Gjelaluhu në suratu Zumer 73 ajeti ka thonë: tëbtum, kini bo mirë, jeni të pastër për xhennet, fedkhuluha, hinin ta, khalidin gjithmonë ta. Allah i na boft prej xhennet live. Kurse në hadithin që e transmeton Imam Bukhari prej Enes ibn Malik radiallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam: edhe masit hin insan të në xhehenem, Allah i na pështoft ja Rabbi prej xhehenamit, edhe masit hin yakhruju minan nar, kanë me dalë prej xhehenamit krejt ata që thëjnë la ilaha illallah, kanë me dalë, s'kanë me konë xhehenem. Wa fi qalbihi, e nëse në zemrën e tij ka pas punë të mirë sa kokra e elbit. Kur gja mirë s'ke ba, Allahut shoq si ke përshkru, shirk s'ke ba. Mirë s'ke ba kur gja, po edhe Allahut si ke ba shirk. E në zemrën tonë dhe prej punëve ke quë në ahiret, të mirë sa kokra e elbit ka me dalë prej xhehenamit. E dyta, ka thonë, ka me dalë prej xhehenamit, yakhruju minan nar men qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Kush thot la ilaha illallah, Allahut si ka përshkrua shirk, në zemrën e tij prej të mirës ka, po thot, sa një kokër gruni. Edhe ka me dalë prej xhehenamit që thot la ilaha illallah, Allahut si ka përshkrua shoq, ka me dalë prej xhehenamit, edhe nëse s'ka bon kur far vepra të mira, ka bon vepër të mirë në zemër që e ka, po thot, sa një zerre, shqip si thohet zerre, po sa një shkëndit vogël punës mirë. Allah i na i bon punët e mira, Allah i na i sjell të hajrin, ja Rabbel Alemin, Allah i na udhëzoft në punë të mirë, Allah i na bon juve bashkë me mu, e juve bashkë me mu, e bashkë me juve, argat bashkë punëtor në predikimin e fjales la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam.